Definitivisht, atë jo problemi. Santi. Po, deshta me vetë, cila është mosha ideale për me bo qatë facelift? Në Gjermani ne preferojmë mbas moshës 50 vjeçare. Domethënë nuk ka ndonjë arsye se lëkura është ende domethënë e furnizuar me kolagen, ka pjesën e ushqishme, nuk ka nevojë të bëhet një lifting ose një tërheqje lëkurës, se deri në 4 cm largohet lëkura anash, nuk ka rëndësi. Do të mbi moshën 50 vjeçare. Po tash vajzat e reja duke shtin trend pak vetëm pjesën e vetlave të tërheq, pak më shumë e tash e kanë bë pjesë komerciale, paguën e krin ndoshta edhe me 20 vjet. Po është gabim. Është gabim. Aja mund të kon pak edhe gjenetike, dikush me 50 vjet mundet me pas më shumë rrudha dhe mu plakë dhe krejt, po unë e para 60 se kisha bo kështu që s'm kanë metë shumë edhe një 4-5 vjet. Shumë knatësi me folë për shto sene. Vitin e kaluar kemi qenë me një program, do të thonë një pjesë humanitare. Po, kam qenë në Afrikë, Nakrun, Tamal edhe Mvo, është një pjesë e rrezikshme ku kidnapojnë njerëz atje, është edhe atje kam qenë në mision humanitar për operimin e fëmijëve që kanë, se si kirurg plastik i obliguar me bë edhe pjesën rekonstruktive, domethënë fëmijë që kanë djegje, që kanë tumore, që kanë operuar atje. Ajo ka qenë vetëm një moment ku kam menduar ta loket punë, kthehena vetëm për shembull pjesës rekonstruktive, domethënë me ndihmu ose me operu, se kur i shef atje çavuni dhe i shef kërkesat e njerëzve këtu në Evropë, se çfarë kushe kanë edhe ku jetojnë dhe çka dojnë, është një disbalans shumë i madh që me të vërtetë duhet kohë për me vetë ose duhet një psikolog. Për më qetësu me të vërtetë. Nuk e din çfarë hieka kanë njerëz, e manit ti si e kënaqur me çdo që ka dhënë Zoti. Robi një konkluz vetëm i kam thonë vetes se ndoshta shërben për ata të rinj, cilët nuk kanë motiv ose duhet i motivojnë të jetojnë në Kosovë në atë moment që kena vazhduar rrugës edhe kena punuar atje në ato kushte, me të vërtetë kam thonë ai që ankohet që s'ka perspektivë Kosovë e kisha rrej. Po Zoti. Vallai, se ujë nuk kanë, kur gjë s'kan. Kur gjë s'kan, absolut s'kan. Doktor ti je i Kumanovës apo? Po, Kumanovës. Rrethinës Kumanovës. I rrethinës Kumanovës, po. Na kemi shumë kolegë muzikantë e këngëtar, sidomos në mentori, na ka rrosh shpesh atje mu marr me ta, edhe është një si Barcelet na e kena bu tash. Për 8 mars, i thot gruaja Kumanovarit, buri grus, qa do me të blebra, a do me të ble lula për 8 mars, apo do mu të qapa resh pak, atin? Kështë sonë të kur shkojnë në krevet, po aja. Po qapa resh më buri jem, se lula kena plët të bërë. Se kësha për me në emrin, se krejtë e njofin, po mënoj muzikontat, po jënë edhe fani, adin edhe dialektin pak që e keni kështu, adin. Do me thonë prej Kumanovës, rrethinës Kumanovës. Dashti Krasniq pikojt.